aleikum, hoxha Allah shpërblet, e kemi një pyetje që na ka ardhur. Selam aleikum për hoxhën e nderuar. Kur është shkuar me përshtatshme për me dhon vitra, a lejohet me dhon para apo vetëm ushqim dhe pyeti takon vitra sipas shariatit, Allah i nderoj. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sadaqatul fitri në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u dhan vetëm ushqim. Sadaqatul fitri në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u dhan vetëm ushqim. Dhe nuk është se nuk ka pas mundësi tjera, për shkak se në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka pas ari dhe ka pas argjend. Dhe në vlerën e ushqimit kanë pas mundësi sahabët me dhon argjend. Nëse ari është më i shtrenjtë dhe është më i shtrenjtë, argjendi është më i lirë. Por nuk e kanë pa këtë. Atëherë është kusht për me qenë sadaqatul fitri në rregull në fund të personi i fundit me shku ushqim. Nëse nuk shkon ushqim të personi i fundit, nuk është sadaqatul fitri në rregull. Kjo është çështja e parë. Sadaqatul fitri te njeriu i fundit do të më shkua ushqim. Dhe këtë duke u bazuar në atë që ka bërë vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët. Koha më e përshtatshme për dhënien e sadaqatul fitrit është funi i Ramazanit. Për shkak se sadaqatul fitri i ka dy qëllime të përmendura nga vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Qëllimi i parë, pastrimi i agjerimit, ose pastrim për gabimet eventuale që i kemi pas gjatë Ramazanit. Gabime këto të cilat nuk e kanë mërri me prish agjerimin, por kanë mërri me e zhyt, sikur që janë gibeti, me rrena, me syni haram, veshjet e tjera. Kur hipet sadaqatul fitri, inshallah Allah subhanahu wa taala ka më të lehtëshme më pastru agjerimi për gabimeve që i kena bërë. Qëllimi i dytë është ngopja e fukaros. Qëllimi pse hipet sadaqatul fitri është pastrimi i agjerimit, 1, dhe ngopja ushqimi i fukaros, 2. Pastrimi i agjerimit duhet më bë në fund. Nuk thuhet në fillim po i dhat vitrat me pastrua agjerimin që ka me bë. Po do me bë agjerimin edhe, pastaj me dhon vitrat me pastrua agjerimin. Po kjo është rregulli. Dhe më shumë që është transmetuar prej sahabëve është nga Abdullah ibn Umeri, Allah subhanahu wa taala pas dëshirua dhe qoftë i kënaqur me të, se sadaqatul fitrin e ka përkufizuar në 2 ditët e fundit. Dhe mas precis që ka përmend dikush prej sahabëve është 2 ditët e fundit të Ramazanit me e dhon sadaqatul fitrin. Dhe kjo është më e sakta. A bën me dhon më herët? Bën me dhon më herët. Por nëse ata të cilët e të bojnë sadaqatul fitrin janë të organizuar, nëse pa e tipin më herët, ushqimin duhet me shpërndaje ditët e fundit. Por e bën me dhon më herët. Po ushqimi u shpërnda te i fundit, te personi i fundit që përfiton prej sadaqatul fitrit, më konë 1 ditë para Bajramit ose të paktën 2 ditë para Bajramit. Dhe çështja e tretë, kujt i takon sadaqatul fitri?
Sadakatul fitri i takon vetëm atij që është fukara dhe kërkon atje të rreq. As kush nuk ka drejt me përfitu prej sadakatul fitrit. As aja që thënë o talebe, nuk i takon sadakatul fitri pëse është talebe, nëse ka pasuni. As që është i smut, nuk i takon sadakatul fitri pëse është i smut, nëse ka pasuni. As nuk i takon pëse është udhëtor, as kërkujnë atit se i takon sadakatul fitri, kërkujt eq. Përveç atij që është fukara. Kurse fukara në islam janë dy lloj. Një është dikush që s'ka hiq, edhe dy fukara është dikush që ka, po s'ka mjaftu shumë. Të dyve këty nuk takon sadakatul fitri. Një është fukara i lodh që thënë, s'ka kur gjë heq. Kjo është e ditën. Po edhe dikush që ka diçka, por nuk ka mjaftu shumë, nuk mundet me imbulue shpenzimet kryesore të familjes për shkak se ndoshta ka rrugë, po ka antar më shumë se sa që ka rrugë, ka 5-6.000, rrugën e ka 300 euro, nuk mbuluhen shpenzimet e domosdoshme, i takon sadakatul fitri. Atij që është fukara që s'ka kur gjë heq, edhe atij që është miskin që ka diçka, por nuk ka mjaftu shumë. Tjetërkuna nuk i takon sadakatul fitri kërkujt. Dhe nëse shkohet në përmbledhje, themi se sadakatul fitri duhet më ushqendruar në ushqim. Japim pare, e blejmë ushqim. Kur të shpërndajmë, duhet më shpërnda ushqim. Nëse nuk u shpërnda ushqim, nuk e mrin nivelin e sadakatul fitrit. 2. Koha më e mirë për shpërndarjen e sadakatul fitrit është 1 ditë ose 2 ditë para bajramit. Dhe përfundimi i kohës është pasi të falet namazi i bajramit. Aty përfundon. Dhe e treta, atij që i takon, janë vetëm ata që janë fukara. Wallahu a'lam wa qulu qawli hadha. Astaghfirullah li wa lakum, astaghfiruhu li kulli dhanbin, innahu huwal ghafurur rahim.